إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falenderojmë prej Tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamat ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërim Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e Tij të mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin kur do të dalim para të madhit Zot. Në momentin dhe në çastin që s'ka dobi as nga malli, as nga evladi. Të nderuar, ne jemi adhurues e jo Ramazanxhi. Dhe këtë më së mire përshkruan një hadith të cilën e transmeton Aisha radhiyallahu anha, që shënohet në Sahihun e Imam Muslimit. Ku thot Aisha radhiyallahu anha, kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam hasirun yusalli fihi bil layl. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte një hasër që atë hasër e shfrytëzonte për të falë natën. Për të falë natën. E vendonte për ta rrethuar dhe për ta përcaktuar vendin e vet, më shumë pra e shfrytëzonte si sutra. E thot Aisha, ditën të ajo hasra ulesh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E thot Aisha, fillu njerëzit mu fal sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam natën. Derisa thot Aisha radhiyallahu anha, një natë prej natëve, fa thabu dhata lejletin. E thot një natë u shtu numri i sahabëve. U bo numri i mas. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur I pa gjithë të njerëz që kanë ardhur natën me fal namaz vullnetar, u dërgoi një porosi. Më abo me dije se muslimant nuk duhet të bëhen sezonal. E as nuk duhet të bëhen të tillë pse I shohin tjerë duke bërë diçka dhe ato të bëjnë. Por të mundohen të bëhen besimtar, të cilët në formë të vazhdueshme do të adhurojnë Allahun e Madh. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ayuhan nas, aleikum min al-a'mali ma tutiqun. Tha ju njerëz, o ju vëllezër, tha mundoni me bë punë të cilët mundni me I bajt. Fa inna Allaha la yamillu hatta temillu. Se Allahu Azza wa Jall nuk ndalet duke ju shpërbly deri sa ju të dorëzoheni. Allahu nuk bezdiset, nuk lodhet duke ju shpërbly juve, nuk ndalet deri sa ju të lodheni. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahabba al-a'mal ila Allah ma duwima 'alayha wa in qall. Tha ta dini një gjë, se punët më të mira të Allahu I Madh janë ato punë të cilët janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak. Në sajt të kësaj komenton Aisha radhiyallahu anha dhe thot, na familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e bëjshmi një punë, atë e bëjshmi tamamile si duhet. E bëjshmi në formë të vazhdueshme, jo një selam. Kur e nishmi dhe mësëshmi një adhurim e një punë të mirë, ajo punë më mbeteshte në mesin tonë. Ajo adhurim më përgjithmonë mbeteshte në mesin tonë. Ky hadith, kjo ndodhi, është ndodhi praktike që I ka ndodhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij. Që me na e bu me dije se na jemi adhurues, nuk jemi ja Ramazanxhi, që adhurojmë Allahun dhe ja dim hakin Zotit vetëm në Ramazan.
Na duhet të bëjmë të tillë që gjatë 12 muajve hiç pa ndal natën dhe ditën t'i drejtojmë Zotit ton me adhurime të ndryshme. Andaj, në saj të kësaj, thon ulemaja, njëna nga alametet se besimtarit Allahu ja ka pranuar një adhurim, është që ai besimtari me vazhdu me atë adhurim. Njëra nga alametet që Allahu na i ka bëu kabul Ramazanin është që besimtari me vazhdu me 6 ditët e Ramazanit tash në Sheval. Me agjeru 6 ditët e Shevalit. Kush do në agjeron një ditë pa, një ditë jo, kush do në agjeron tanë tente, kush do në agjeron iq pa nda, i në gjitë 6 ditë, me rëndësi është që këto 6 ditë me i agjeru. Kush do me ditë se Allah e ka bu kabul sadakan, vazhdon me dhonë sadaka edhe mas Ramazanit. Kush do me ditë se Allah e ka bu kabul namazin, vazhdon me namazin, nafile edhe mas Ramazanit. Vazhdon me namazet obligative edhe pas Ramazanit. Dhe asesi të dashur vëllezër, të mos ja lejmë vetvetes që të bëhemi Ramazanxhi, që ja din Allahut hakun vetëm në Ramazan. Që Allahut i drejtohen me adhurime vetëm në Ramazan. Por se na të mundohemi gjatë gjithë vitit të manifestojmë devotshmërinë tonë dhe nevojën tonë të madhe për faljen e madhe të Rabbul Aleminit. Allahun e madh e lut që Allah gjithve të na i bën nasib që këto 6 ditë të Shevalit të agjerojmë. Allahun azza wa jalla lut që gjithve të na i bën kabul dhe makbul çdo punë të mirë që jemi munduar me bë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Zoti ju bekofti u dha çdo të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصرهم بنصرك وعزهم بعزتك اللهم أعنهم بعونك يا رحمن يا رحيم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة